Është rëndësishme që në fetari gjithmonë duhet mendojmë rreth modelit. Ekziston një thonje e hershme në për librat fetar, kur kanë dashur me i lavdru njerëzit e mirë që kanë qenë njerëz të lidhur me Zotin, që kanë qenë të devotshëm, që kanë qenë njerëz të mirë në shoqënitë ku ata kanë jetuar, i kanë përshkruajt me një farë përshkrimi jashtëzakonisht interesant. Kanë thonë, Zoti ka njerëz në këtë botë të cilët e ngjallin të vërtetën me fjalë dhe veprat e tyre, ndërkaq e vdesin, e izolojnë, e lokalizojnë të keqen me braktisjen e tyre ndaj saj, domethënë e braktisin të keqen. Faktikisht kjo qasje shumë ka të bëjë me shembullin e mirë, sepse ndonjëherë ndalemi e folim shumë për të keqen, e i bëjmë shumë reklam të keqes, ndërkaq na mungon një shembull i mirë. Sikur ajo fjala e urtë që thot mos e shaj terrin por dhëzin e kandil. Madje kjo e ngrit edhe atë pyetjen filozofike, a ekziston e keqja apo e keqja është mungesë e të mirës? Domethënë e keqja shfaqet kur mungon e mira. Dhe në vend se ta shajmë të keqen, do duhej të derdhni mund për ta ngjallë të mirën, për ta bë të dukshme, për ta bë prezente të mirën. Dhe në momentin që e mira është prezente, ose njeriu i mirë është prezent, automatikisht zhduket dhe, si më thon, tretet e keqja, sepse meqense se kjo është çështje filozofike dhe ka debat shumë thellë për lidhje me këtë çështje, megjithatë qëndron deri diku që e keqja shfaqet atëherë kur mungon e mira, dhe në vend se ta shohim të keqen, është mirë ta promovojmë dhe ta konkretizojmë të mirën në terrenin e jetës. Tarik Ramadani thot një thonjë shumë të mirë, veçanërisht ju fol edhe muslimanëve në për Evropë: mos u mundoni, mos u lëndni veç për të fol, mos vuani, mos u lëndni shumë veç sa për të fol. Punoni shumë me ofru shembuj, me qenë model i mirë, me qenë i sjellshëm aty ku jeton dhe aty ku vepron, sepse gjithmonë çështjet nivelin teorik mund të kontestohen, por është vështirë të kontestohen gjanat reale, gjanat e jetueshme. Prandaj asnjë gjë nuk i shërben idesë së fesë më tepër se sa shembujt e mirë, modelet e mira, sepse ato e instalojnë idenë që, domethënë, gjitha mësimet e Zotit janë të mundshme, janë të zbatueshme, mund të jenë konkrete në gjitha rrethonat ose në gjitha kohrat